Përshëndetje të dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh në Shqipëri tashmë, ku protesta është masivizuar dhe intensifikuar kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama, të cilit I kërkohet dorëheqja, po ndërkohë ky I fundit ka nisur edhe sulmet kundrejt protestuesve dhe një nga këto sulme ka qenë ajo ndaj Dritan Goxhait. Por çfarë po ndodh dhe ku po shkon vendi me Edi Ramën dhe ndërkohë çfarë do të sjellë vetë protesta? Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar një nga zërat e spikatur në opinionin publik, profesorin, pedagogun e Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe njëherësh kreun e sindikatës së punonjësve të këtij universiteti, zotin Lush Susaj. Zoti Susaj, përshëndetje. Përshëndetje, e ju uroj shumë suksese në misionin tuaj, edhe nderim e respekt gjithë jetën për ju e për gjithë ata që e kanë mbështet dhe e përkrahin e do ta përkrahin këtë protestë, I cila është rizimi, është ringjallja e Shqipërisë. Zoti Susaj, si e shikoni këtë protestë e cila tashmë është intensifikuar, po ka shkuar edhe në pikën e përplasjes, teksa Edi Rama është kapur me Dritan Goxhain, teksa ky fundit lexoi edhe 5 pikat konkrete të cilat ja kishte adresuar grupi koordinues I protestës kundrejt qeverisë së kryeministit Edi Rama, dhe një nga ato pika patjetër ishte edhe dorëheqja e kryeministrit. Unë këtë protest e shoh si një rilindje të shkëlqyer të qytetarisë së përgjegjshme të Shqipërisë, e cila ishte zhytur në sehirgji e jo që me duhet mua, në njerëz të pandijshëm, e të shtypur e të nepërkamur për copën e bukës e për korën e bukës, dhe mua më duket që sa herë ka protestë, dhe sidomos me këtë protestë që ka bashkuar kombin, është një ringjallje dhe shumë herë më bëhet me thonë Shqipëria u ngjall, Shqipëria u ngjall sikur se thon katolikët edhe këta të fesë krishterë, Krishti u ngjall. Për mua është shumë e rëndësishme lëvizja, pastaj se sulmojnë, këta të njëjtën punë kanë bërë, diktatorët sulmojnë, por diktatorët duhet ta dinë se filozofia e Kantit na mëson me zgjidh kontratën e qeverisjes, sa herë qeverisja degradon në dhunë e në korrupsion. Dhe diktatorët duhet të jenë të arsyeshëm me zgjidh kontratën e qeverisjes, pasi të jetë puna me përplasje. Nga përplasja, sido që të vinë punë, dihet që ky vulkan nuk mbyllet më, nuk mund të fiket me një gotë ujë, gjoksi nuk ja vën dot kusht këtij vulkani, prandaj I bëj thirrje popullit rinis, nënave, qytetarisë Tiranës të dalin në sheshet e lirisë e të kërkojmë rithemelimin e Republikës, rikthimin e pluralizmit politik dhe rikthimin e demokracisë. Pa pluralizëm, pa demokraci, pa republikën, nuk kemi ç'a bëjmë në këtë vend, nuk na duhet as gjë, as vendi, as jeta, as familja, as kurrë. Profesor, si e cilësoni reagimin e kryeministit Edi Rama kundrejt Dritan Goxhait, të cilin e cilësoi si zëdhënës të Iranit, duke gjetur dhe disa lidhje të deklaratave të tij të bëra sa I përket luftës mes Shtetit Bashkuar të Amerikës, Izraelit dhe Iranit? Nëse kryeministri I Shqipërisë ka informacione që Dritan Goxhai I shërben Iranit, atëherë të organizojnë agjencitë e inteligjencës, policinë, shtetin e kanë kryeministri I vendit akoma, dhe të zbatojnë ligjin e mos merret me fjalë poshtë e lartë. Ama unë si qytetar I Shqipërisë e njoh Dritan Goxhain dhe babën e tij, njerëz që kanë luftuar me automatik kundër ushtrisë serbe në mbrojtje të territorit Kosovës dhe për pavarësinë e Kosovës. Kanë luftuar për botën shqiptare. Unë nuk mund t'i besoj ato që thot kryeministri, por nëse janë të vërteta, kryeministrit bëjnë hapa të tjerë e çojnë para përgjegjësisë gjithë ata që I shërbejnë qarqeve anti-shqiptare, dhe I bëj thirrje që edhe vetë kryeministrit bëjnë kujdes e të mos I shërbejnë asnjëherë qarqeve anti-shqiptare dhe asnjëherë botës anti-shqiptare. Po tani u kujtua Edi Rama që Dritan Goxhai ka pasur këto qëndrime sa I përket luftës me Iranin, sepse ai është një republik dhe ka mbajtur vazhdimisht qëndrimet e tij dhe mendimet e tij sa I përket çështjeve në lindjen e mesme. Tani problemet me luftën në lindjen e mesme, gjithkush ka opinionin e tij. Askush nuk mund të ketë opinion të mirë apo lëvdata aty ku vritën mbi 70.000 njerëz.
sikur se edhe unë sa tjeta, 1000 vjet me jetu, s'mund të flas mirë për komunizmin që ka ekzekutuar, masakruar mbi 75.000 shqiptar. Pra, jo pa qenë pushtuar. Prandaj unë them që këto gjëra nuk duhen me u shfrytëzue. Edhe bisedat e kafeneve nuk janë biseda për t'u lakuar e me u hedh në këtë kohë me qëllim për me dëmtuar protestën. Protesta është vullkani i kombit shqiptar. Nuk mund ta fikush tash as me gotuj, as duke i hedh lumej, as duke lëshuar llafe të tilla. Nëse ka llafe të tilla, agjencitë shtetërore janë në kam, taksat e populli paguan taksa për sigurinë, le të veprohet. Por një njeriu që ta provojnë Rama dhe kushdo tjetër që mund të besoj Ramën, ta provojnë me marrë automatikun e me shkuar me qëndruar përballë ushtrisë serbe, me pa hangër, pa pi, e me prit se kur ja shpon lloj plum gjoksin. Jo, me Dritan Goxhajt, me Iglicarën, me të ndjerën Iglicara, Sira Deshmor, e me gjitha ata njerëz ti kursejnë këtë gjëra të tilla, sepse unë nuk i besoj. Uroj që të mos i besoj kërkush, por nëse ka gjëra të tjera që ne nuk i dim, se ne nuk kemi punë tona të përditshme, atëherë ka agjenci që merren me këtë punë. Nuk është e drejtë, nuk është e ndërshme, nuk ka fisnike që të nxjerrësh gjërat e tilla në këtë moment. Po si është e mundur që Edi Rama ka rënë në këtë lloj niveli ku është marrë personalisht edhe me protestues të caktuar? Unë e kam pa edhe debatin që pati me Fatos Lubonjën, ai ka atë diskurs, ka atë mendësi, mu me vjen keq. Unë nuk flas në këtë rast për qytetarin Edi Rama, qytetari Edi Rama është edhe kryeministri i Mejoti, unë flas për kryeministrin e Shqipërisë, kryeministri i Shqipërisë duhet të jetë më i matur e duhet të jetë më i përgjegjshëm. Personalisht, edhe si bashkëqytetari Edi Ramës, po edhe si shtetas i shtetit që ai drejton, do të thosha që kjo është dita e madhe e Shqipërisë, sa fati i madh që nga kryeministri e deri tek drejtorat e Barkales të Vegjël që kanë vjedh, kanë korruptuar, kanë bandame kësaj shoqërie, këtij shteti e këtij kombi, le ta lënë të rrjedh historia e Shqipërisë e ata nëse janë me faj le të përgjigjen para ligjeve dhe të mos agravojnë situatën. Po tisha unë vendin e kryeministit apo të ministrit, këtë moment do ta quaja fatlum që të bëhesha pjesë e zgjidhjes e jo pjesë e tërheq e mos e kput agravimi i situatës është gjëja më e dëmshme që për Shqipërinë e për shtetin shqiptar. Profesor, si është e mundur që Edi Rama tashmë edhe në mediat ndërkombëtare në intervistë që ka dhënë për Financial Times ka sharë shqiptarët, po themi, ose më saktë i ka ofenduar ata me fjalë të ulta, duhet thënë, ku është shprehur se ai nuk është kumbari, e kupton, dhe do duhet që protestuesit ta gjejnë nëse ai është kumbari apo jo. Tani vetëm nuk dua të merrem me qytetarin Edi Rama. Si kryeministri i Shqipërisë, ne merrem me kryeministrin. Si kryeministri i Shqipërisë, ai mund të ishte kryeminist edhe vllai im edhe tjerë, por si kryeministri i Shqipërisë, ky lloj diskursi është shumë i gabuar, është diskurs që prodhon fyrje dhe nuk prodhon asgjë të mirë. Unë doja këshilloja me ndryshue fjalorin, por është problemi i tij, është zgjedhja e tij, në fund gjithkush merr përgjegjësi për fjalët e veta dhe për shprehjet e veta. Profesor, si e shikoni protestën, ku do, po themi, deri ku mund të shkojë kjo protestë dhe a mund ta vendosë Edi Rama me shpatulla pas muri për të dhënë dorëheqjen, apo edhe këtë radhë Edi Rama do t'ja hedh? Unë e shoh si një shkollë lirie dhe demokracie nga ku do të lindë me patjetër një produkt i ri politiko-shoqëror, një model tjetër sjellje dhe një përgjegjshmëri tjetër ndaj mjedisit, ndaj shoqërisë, ndaj politikës, ndaj institucioneve dhe gjithçka tjetër. Dhe jam shumë i lumtur që në këtë protestë, në ditën e 23, më në fund, po koncentrohen gjërat dhe po dalin pikat një nga një, ku gjithmonë sipas parimit filozofik, ku gjithmonë ka një të parë, që në shoqëri një e parë është familja, edhe në këtë realitet historik Shqipërisë ka një të parë dhe e para e më e rëndësishmja është dorëheqja e pa negociueshme e menjëhershme e kryeministrit Edi Rama,
qoftë ky dhe një talent i pa shembull të kësaj bote në shtet formim e në drejtim ekonomik e politik, jo që nuk ka rrezatue të tilla pamje apo të tilla funksione. Pra, unë jam për atë që e para është identifikue dhe ka një emrus qëndron si emrus përbosh. Pas dhenjes së dorëheqjes së domosdoshme, atëherë të gjitha tjerat vinë pas njëra tjetrës, jo qeveria tranzitore 12 muaj, jo vajtja e vendit në zgjedhje, se me Edi Ramën, me ministrat e Edi Ramës, se me korrupsionin e Edi Ramës, është e pa mundur zgjedhjet demokratike. Ne nuk mund të bëjmë zgjedhje pa pas pluralizmin demokratik. Pra, të zgjedhje pa pluralizëm ke hyn zgjedhje me monizëm. Në monizëm, 1000 herë me pas zgjedhje, fiton partia moniste. Prandaj, ne duhet sjellim pluralizmin e pastaj duhet shkojnë zgjedhje. Një qeverisje 12 mujore, besoj që është e mjaftueshme për të shkuar në zgjedhje dhe për të marrë verdiktin e popullit. E mos me thonë morëm shuplaka, as morëm grushte, po me i numrua votat dhe me hek dorë për sa gjallë fara shqiptarit nga vidhja e votës, nga intimidimi i votës e nga masakra e votave. Po volle votën ke djeg Shqipërinë. E provoj Shqipëria në vjedhjen e votave 1996 dhe e dini se çfarë ndodhi në vitin 1997. Lut Zotin që shqiptarët dhe kjo rini e diaspora sidomos që ka në shesh luftojnë që mos më bën në 1997 tjetër, që sikur se thot filozofi Immanuel Kant e jo Lusaj, thot që po ndodhi përplasja, atëherë prishet kohezioni social një shoqërie dhe kthehet shoqëria 100 vjet mbrapa. Nuk kemi as i ditë mur. Prandaj të gjallë shqiptar e birari me graj, me pleq, me vegla, pune, me qoftë edhe me bagti, i mbathur e të ndryshimin e kontratës qeverisjes dhe futjen e vendit në një rrugë normale të demokratizimit. Si mendoni, sa do të rezistojnë protestuesit deri në realizimin e kërkesës kryesore ku Edi Rama t'jap dorëheqjen? Protestuesit do të tojnë, por çfarë do që e mbylljen e studentëve në 2018, ja çfarë ndodhi tani, plus që janë 8 vite regres e masakrë mbi Bregdetin, mbi pronat, mbi rinin, mbi profesionet, mbi shkollat, mbi universitetet, mbi bujqësinë, mbi gjithçka. Prandaj unë kam shumë shpresë që çdo politikan i përgjegjshëm që ka të paktën njërin prind shqiptar dhe i dhimbset ky vend, do t'i vajgishin kokë se do thot do t'i hapin rrugën proceseve demokratike. Janë boll 4 vjet me qeverisjen e një popull. Vaja edhe 8, po 16 unë besoj që janë frymë. Populli thot përdor një shprehje, au fryne, au ngope. Besoj që janë por tani kur ke të bësh me njerëz pa ngopur, e të babzitur, atëherë vjen problem tjetër. Por unë lut Zotin që qeveritarët e Shqipërisë dalin në këtë kategori, por të qëndrojnë në kufit moles së qeverisjes. Dhe normal qeverisjes është marrin vesh zërin e protestës qytetare dhe t'i hapin rrugën proceseve demokratike. Të bëhen pjesë e zgjidhjes, siç u bë kryeministri i Anglisë. Profesor, dhe pyetja e fundit, nëse Edi Rama jep dorëheqjen dhe largohet nga politika, pra sidomos pra marrin një skenar të tillë ku ai largohet nga politika pas dorëheqjes, a mendoni se do të përballet me drejtësinë? Patjetër, do përballet me drejtësinë, po përballja me drejtësinë nuk është turp. Përkundrazi është nder ai që e kupton situatën në cilën ndodhet dhe përballet me drejtësinë. Drejtësia e të bën qytetar të përgjegjshëm. Ama në rast se ti kundërvihesh edhe drejtësisë toksore, e drejtësisë hyjnore i e kundërvuar me kohë, atëre problemi është shumë i keq. Unë nuk ja dëshiroj kërkujt me ushmon drejtësisë. Një nga jam përballë me drejtësinë, 8 muaj janë kryet 8 muajve kam marrë pa fajsin sallë gjyqit vëlla. Dhe ndihem shumë i nderuar, sepse i tregova gjithë botës që Lushuçaj është i pafajshëm e s'ka shpërdorue as 100 lek vjetra. Po në rast se nuk do shkoja në drejtësi, kur nuk do të quhesha, nuk do të kisha gojë me folma. Prandaj i këshilloj të gjithë të drejtojnë drejtësi në ligjet e kushtetues së Republikës. Unë gjithmonë them, të rikthejmë kushtetues
dhe ta hedhim veshtrimin tek projektet dhe idealet e larta e jo tek bataku i përditshëm. E unë them gjithmonë që ta hedhim veshtrimin tek shqiptarët dhe shqiptarët që janë njerëz me dukur të pastra e me fytyra të pastra e që nuk kanë vjedh, nuk kanë shpërdoru e nuk kanë dëmtuar interesat e Shqipërisë. Për ndryshe nuk vjen as edhe një ditë më tepër për akt të tillë otomano-sorosiano komunist. Duhet ministri ta shohin këtë situatë se nuk ka interesi. Me bën krahasit pemë vreshta e bën çdo shtet të Evropës. Duhem të kontribuojmë vendit tonë. E të na lënë të vendit tonë, po jo duke na lëshue një dozin të korruptuarish, horash, ignorantesh, vagabondesh, e përgojuesish në kurriz. Sot bëna një artikull pikërisht mbi 10 arsye të mbështesin protestën. Kjo protestë është ngjallja e Shqipërisë. Kur nuk kam pa, edhe në 1992 kam qenë skeptik se poshtë se si uzurpue lëvizja studentore, edhe në 1998 e kam pa e vërteta luti Zotin dhe shqiptarët e ndershëm që t'i kontribuojnë që kjo protestë të mos dëmtohet, kjo protestë t'i shkojnë deri në fund dhe të prodhojë zgjidhje politike për Shqipërinë. Profesor, unë të falenderoj që ishit në Agora News. Të falenderoj shumë dhe ndjes për problemet e internetit dhe edhe i herë, të falenderoj ty e të gjitha mediat që janë bën zëri i vërtet i kësaj proteste dhe nuk është problemi zëri i protestë, por zëri i gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Problemi i shtetit na prek të gjithëve. Ne duhet bëhemi të përgjegjshëm që të reagojmë e jo të marrim pozicionin e sejrit gjithë edhe duke peshuar se sa lek më jep Rama me projekt mund ta vjedhish, a lek të jep tjetri me ekspertizë, por duhet bëhemi të përgjegjshëm për Shqipërinë sepse shkatërruam të ardhmen e shtetit dhe të brezave në këtë vend. Faleminderit sërish. Zoti truaj vëlla. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.